Peleshi sot i Rashfilo, policinë e Korçës së Shikut, që ka kthyer Korçën në një Gestapo, në një maskaradë, e ka në blokuar Bosdovesin, po vjedhin pronat malore. Unë jam i një pikolirazës me ne vëzër në Amerikë, me 122 nëm, vajta të menja një dokument në Niko Peleshi, dhe sa janë blokuar të të qisa në vizjet. Këta lere që vodhën ajrin, lere që vodhën detin, këta po na vjedhin dhe pronat e gjyshrëve tanë. Po i them kryetarit të Spakut, hap hetim për Niko Peleshin, sot i Rashfilon me paketën e maleve në Korçë, sepse është një minë vesat. Korça nuk po e kupton. Korça nesër, në atë malë atje që shuhet Moravë, Bosdovec, Guricapit, nuk do shkoj dhe do t'i vije tra. Shikojni Korçarë, mblidhu një më shumë më këtu, sot i një 50, nesër beu një 100, nesër beu një 100.000, a e kupton jo shqiptarë, që krye kalbësira, Edvin Kristan Shrama, Zagari Sërbisë, e ka shitur Shqipërinë dhe e ka bërë sopa, nuk po flasë që Korçës në përmjet koleksionistit të licensuar shqiptar nga Këshilli i Evropës, nga zyra e trashëgiminisë evropiane, i vodhi 675 ikona. Nuk ja vodhi Gjergji Timot, na i vodhi ne o Korçarë. Ato ishte kultura tonë, e David Selenicës, e Shpatarakut, e Onufrit, e qarë do na vjedhë kë, kur na meri identitetit tonë kombëtar. Me kja do shkojmë në Evropë, o kalbësira Edvin Kristan Shrama, me ato ikona që visnje, si shta akuzovi lideri tëtë historik Fatos Nano që tha, e sola nga Parisi me thonjë të paprerë, duke shitur ikona të vjedhura në kishat shqiptare. Ky është maskaraj. Ne Korçës dhe shqiptarizmi ka ngritur të katedrale simbol tu. Është ortodoksia, sepse të parë tanë ortodoks mbrojtën dignitetin tonë. Kurse ky krye kalbësir, krye minister, vjes fenë, vjes ikonat, i shet në Paris, ja jep Tony Blairit, ja jep Macronit, dhe sot i ben qoka atje. Po i drejtojmë kryetarit të Spakut, të Korçës, të Shqipërisë, po i drejtojmë drejtorit policisë. Kanë folur 3 herë, më kene thuar shtëpinë 4 herë Korçar, po unë nuk të kam frikë t'jo, o ka paç këpepire, o drejtori policisë Korçës, o shefi i Shikut, a i kupton se thua që Korçarët nuk ngrien. Ngrien o ngrien Korçarët, po kur ngrien Korçarët thonë, lumja ti moj Korçalune, që i le pas shoqet e tua, si trini në ballusune, ta pasin për jetua. Roftë Korça, roftë demokracia. Krye kalbësira, banditi Edvin Kristan Shrama, që ke vjedhur shtetin me identitet tjetër të ndryshuar në vitin 2002, për t'i shpëtuar të shkuarës tënde kriminale, kur ke qenë azilant, i palishëm në Francë dhe jetënuar si ajdut e trafikant ikonash. Me numër burgu ta kam zjerë dhe ke 3 vjetë vetëm eshtë numërit tënë t'i burgut në Francë, që Macroni ta vse është A, L, 1, 9, 3, 6, 1, 3, 8, A, Mars 93. Po të drejtojmë kryetari Spakut, prokurori përgjithshëm, janë disa akuzat të një pasnjëshme, që ky kryeministër anti-shqiptar bandit ka vjedhur shtetin, një njeri spikatur në vjedhjen e trafikimin e ikonave. A e mbani me të popullimi Korçës, që meriti e me edukoj me vlerat më të mira të qytetarisë shqiptare. Ngrita muzeun e parë privat ikonografik në Shqipëri në 96. Kurse banditi, kusari, anti-shqiptari, hajduti ikonave, Edvin Kristan Shrama, i spikatur në këtë vjedhje, sa mori frerët e pushtetit.
në 8 tetor 2013 kreu operacionin famëkeq bandites kriminal ikona, pa mandat prokurorie, pa proces verbale dhe me 2 prokuror të krimit, Ervin Karandra, Petrit Fushka, një picirit shkatroj teatrin kombëtar, a e mbani me Flishi Fusha. Ata rëmbyen 637 ikona me vlerat të pa diskutueshme, jo kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Nuk ja dhodhën muzeut Gjergj Thimo. Ato i shkullën zemrën borgjezisë së Korçës, Rakove, Kajnove, Shekove, Merdanve, Ballaurve, Frashërve, edhe të tjerë. Ajo ishte identiteti ynë kombëtar. Dhe këtë identitet, sot ky kryeministër bandit që më kishte dërguar haber, Gjergj Thimo apo vua për bukën e kojës. Jepini 2 milion lek, a Niko Beleshi, a Sotira Shvila, Gjergj Thimo nuk poshtet, pavarësisht se në burke fute 5 vjet, kur gjykata e Strasburgut sot po më jep pafajësi. Pavarësisht se në burg më provokove infarkt të miokardit me 2 bypasse, ishemi, pavarësisht se ka funksion të zemrës 45%, por t'i haron që zemra i sportisi, e një korçari, e një vlere kombëtare